Përshëndetje të dashur teleshikues, teledëgjues, teletapi satan. Mirë se keni ardhur në program, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radio si dhe në kanalin 10 në digital në këtë të hënë që është një ditë shumë e nxehtë, shumë e bukur, plot alegri. O Juli, jepi ti tani. Data është 8, ashtu siç e dini dhe ju vet, ora është 6 dhe do jemi deri në orën 8 së bashku këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital për gjithë që mund të jeni në shtëpiat tuaja edhe po bëni ndoshta gati atë darkën, amvisat. Po të hënën ku ka dark, të hënën nga çka ka pas në drek. A thu? Dhe në drek ka pas çka ka pas dielën dark, po. I fusim ti pilaf, po grosha ka qenë, bëjmë pilafin edhe fix pilaf me groshë dhe tas kebab. Julian Urdha, Angelo Shkreli dhe DJ Vini që do ta bëjnë këtë mbasdite që bëhet si mbasdite fillim mbrëmje. Bukur shumë, do të kemi shumë gjëra interesante për të folur, po ajo që është më e rëndësishme është që vera ka nisur. Po shohim story plazhesh, story vajzash, story çunash, story gjyshesh. Kë nuk po shohim në plazh vetëm ne kemi vajtur akoma. E ke bërë sefte ti? Jo. Se kemi bërë sefte akoma. Na kemi pa deç me sy. Na është bërë viza e kraut si ke parasysh nga ata që punojnë në diell, që i kemi shumë qejf se të kridesha. Po keq, sa se na u derdha e kovë ujë. Po çu derdhe që ka shpejt derdhesh ti Juli, nuk derdhe kova e ujit të Juli. Po në 6 minuta kanë kaluar, kështu 6 minuta janë mjaftueshëm. Nuk e di për ty, varet duhet të pyet. Vini, se ti kem shumë se ka thot vetëm 5 minuta, jo më shumë. Eksperiencë moshe, vlla, jemi mirë. Okej. Bukur shumë. Por mirë se erdhët këtë pasdite ku lajmet nuk janë vetëm për tu dëgjuar, por edhe për tu shmangur. Pse? Sidomos kur të vinë me SMS-at e fillojnë me urgjente, me shkronja kapitale kjo. Ke një job për të paguar. Është fiksa i momenti ku ti s'ke bërë asgjë dhe për 3 sekondë, ja fiks. Vini, këto SMS-at kur ishin telefonat që ishte dridhja si dridhje pallati, si tërmet. Bëhesh për 3 sekonda kriminal. Këtë e beson vetëm babi im, për shembull. Urgjent ke fatura pa paguar. Po me vrap. Madje të japin edhe afat. Paguaj brenda 24 orësh ose 3 pika dhe aty fillon në kokë. Burg, polici, Interpoli, çka kanë bërë më vëlla se vetëm shtëpi e punë kam qenë. Ktu është kur ja fut në prizë. Ajo që Juli po përpiqet të thotë miq tan të nderuar dhe të respektuar deri në detaj është që ky është një mashtrim. Ku u bë posta shqiptare të shkruaj ty mesazh ke ti faturë pa paguar. Priti herë. Jo, nuk është e vërtet. Postës me të vërtet i bie ndërmend për ty, po kur dikush i çon diçka për ty, ndërsa kështu kod nga hiçi nuk është se të vjen. Mjafton të shikoni se nga cili email të vjen, ai është babdut@kati3majtas.com dhe ti thua se ky është posta shqiptare. Gjë që thot kliko këtu dhe ju bëni çdo gjë përveç se aty mos klikoni. Kudo klikoni vetëm aty ku thotë jo, se po klikuat. Iku. Po Juli, kjo tani e kanë bërë tani me numrat e telefonit, se si për që di numrat e telefonit ton kanë dalë sheshit era. Edhe ne çfarë ka dalë sheshit i thon numrat. Ajo akoma s'na ka dalë sheshit. Edhe llafet e veshit dalin sheshit. Më përpara në Messenger ishte e njëjta gjë që funksiononte kështu. Ja kishin vjedh dikujt Facebookun, edhe i shkruan ky babi tim. Kam nevojë për ndihmë, të lutem ndihmo. Po ai ishte një shok i babi që kishte mbi 10 vite që s'fliste. Edhe babi më vun pozit. Ky pas 10 vitesh më pas ka reflektuar, po. Klikon babi im atë i vjedhin Facebookun, po babi im ishte shumë aktiv në Facebook. Mos them kokën me Blendi Fevziun. Kush mbante më shumë like se njëri tjetri. Blendi si bënte like babi bënte Blendit. Kishin bif me njëri tjetrin. Blendi bënte kështu po. Dhe tani babi tim i iku truri. Hapi Facebook tjetër. Vetëm statuse ju lutem më kanë hakeruar, bëjini ai nuk jam unë nëse ju shkruan. Pse dolëm këtu sepse kjo thirrje është më shumë për ata të moshës së tretë. Patjetër. Se ju mund të klikoni aty ku nuk duhet të klikoni, por sikur të mos po mjaftonte kjo, na kanë ardhur ca dhëna nga Instati. Shqipëria është në fazë plakjeje agresive. Që i bie të moshuarit janë bërë agresiv nga vapa? Jo, përveç jemi moshuarit jemi bërë ne, jo vetëm moshuarit. Me ujë, s'kemi ujë. Po. Panazihet kokë dhe javë puf ndaj ditë. Si ato gështenjat kur i fuzim në të tëra, por na piqen. Po na piqet çaça e kokës. Dhe është mosha mesatare. Instati bën ato llogari dhe mosha mesatare është që jemi më shumë të plakur se sa të rinj. Po.
pleqëri o me Madje kusure. Ylli Baka është plagur, ka kaluar 50, atë kështu që Ylli Baka ka lëshuar çunat. Ka bërë edhe 2 për ta balancuar. Po çtu apo Dy çuna nuk po e majnë dot Yllin. Ore, tani këta që kanë kënduar në përdas, Zev Beka për shembull, Babi Marcos, Gjeto Luca kanë kaluar në stad 2, tani janë fëmijët që po ecin o burr. Kjo është se thonë ju mund të trashëgojnë vetëm partinë, jo trashëgojnë edhe muzikën. Këta i kanë rënë lapsit e Juli, se sa vjen dhe vetëm po shtohen, po marrin lek, bravo ju qof, se arti paguhet. Duhet të thënë që arti paguhet. Që atëherë tha, po kujtja tha, ti kem Terezita Byrazeri, futi tralala, po kjo jona si do vej. Të them një të bukur, të them je lule. Të them një të bukur, e ke parasysh Anduel Kovacin këngëtari. E kemi shok. Po. Andueli na tregonte ne çfarë kishte thënë profesor tenor Kastriotusha. Po. Ku është ndryshimi i të kënduarit soprano dhe tallava? Po. Kur merr 50.000 lekë nga soprano dhe kur e merr 50.000 lekë nga tallava, është e njëjta gjë thoshte. Pra ti nëse i afti bësh të dy e bëj. Po tallavaja të bën supin. La donna immobile. Në këtë raste e mbyll portofolin dhe iki me vrap. Po, unë s'jam as Kastriotusha, jam tenor. Pra, kështu si po shkojnë punët të dashur dëgjues dhe të dashur këngëtar, përveç se të bëheni këngëtar, duket se Juli, hidhe, nxjerrë 5 vjeçën. Hajde mos e mendo dy herë. Hop. Ky është himni i dasmave shqiptare. Dhe jo më koti që i vini vendos. O me legër serioze situata ti futi tralala. Po serioze. Me të dhënat e instantit, sherret më vonë do janë reumatizma e nervi sciatik. Se për këto do zihen keq. E ke parasysh atë lushe që si japi derën e makinës? Se kujt më i. Kështu është situatë. Kështu është situatë. Hape derën ti ikim, sikur do ikim. Askujt nuk i intereson për asnjë. Mjafton që tymi i tij të vazhdoj drejt. E kemi pas në këtë. Shqiptari nuk bëhet asnjëherë bashk. Për kauza mund ngrihesh, ti ngrihesh për kauzën tënde, unë ngrihem për kauzën time. Vini s'ngrihet fare. S'ngrihet Vini? Ja, Vini ti ngrihet, i ngrihet. I ngrihet patjetër që po. Gjithë ngrihet. Pra të shkoj tymi drejt, ku ka typ domethënë që ka shtëpi dhe ku ka shtëpi domethënë që ka fshat, po fshati që duket çdo kallauz, kështu që mirë mbrëma Shqipëri, nëse hëna s'pëlqen fare, qëndro te Top Albania Radio se të sigurojmë që do të pëlqejë. 18:23 minuta shënon ora e live këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë të hënë plot diell, plot vap, se si do ja bëjmë dhe se si do e zgjidhim, asnjëri nuk e di përveç se aty që quhet det. Vetëm ai na shqetëson. Alo. Alo mërzotri, pse vërtet? Jam i asaruar, jam i revoltorit të kompozicioni. Vrenos, ti e mo? Po që vrenozëve, nga vrenoz ishi jozi në ishi të tërëre, jam mërvrejnë, Ty teshi, as një gole, as shpirte, as nerve, duhet të shpallim emergjencë kombëtare. Emergjencë kombëtare për futbollin? Qëfar po thua, për iluzionin, Se po jetoj me idenë që dim të luaj futbollore. Çfarë po bëni, çfarë keni sjellë të trajneru se do të agurmasin fare ty, Po, Vrenos, po qetësoha, po me mund shkes, si jam unë trajner. Mos më thuaj mua të qetësoj me të erdha aty të rraf nga Luksemburg, Oj, jemi bërë si ekip lagje, trajneri të vi rende ty. Po, Vrenos, lutem mos shaj, lëre tani. Oj, qanë bre këta lojtare, po kape bre një top kape, se topi nuk është të patate në zejtë, Po mos e te pro tani e vullera, iku ajo, na rahën u harru. Vejti një sekundë se ti s'me kuptone, në lagjen time, është një shitore, ku ka dhe kalamaje. Luaj në futboll, zihen edhe shahen, goli të mos ju ndaje. Albiter. Jo, mos shaj, bursa herë duhet të ta them, mos shaj se jemi live. Po janë duke luajtur fëmijët e Korçës, fëmijët se këta, po broja, broja, luajta të bëje golëre, broja. Kishe vënë ndonjë skedin ti tani apo? Ore është dru me pre, dru. Po mi mëse futbolli ka ullje ngritje tani lëre, ik.
Unë vetëm ullje kemi, nuk na ngrihet me oj. O bre në çike për çar hallin, po lëre tani trajneri sapo ka ardhur. Kishte ardhur fare, unë më mirë të ta mbante në Itali e neve mos të na jepte, oj. Po pse budallenja në italianët ta mbajnë? Do hajtë gjallë edhe ty, o vrome mori me shapo. Po çat kam bërë unë për burr, po më thuaj tani çat zgjidhje propozonti, ha? Si do ta ngrem kombëtaren? Ta marrim në pallati im, vrapojnë me 200 euro sa ta marri veç ai ka dalë në rrugë, Oh. Edhe të fusim ata lojtar do të thuash. Pa tjetër, ne tifozët jemi aty gjithmonë. Problemi është çfarë është kjo kombëtarja, Po tani, me gjithë këto që the, ti bie që ta shkarkojmë trajnerin që nesër. Po nuk e shkarkon në benjëria i tani ka hyrë, zja shqipe të mësoj një shqipe pastaj, Po pse se shkarkon njëri? Nuk e njeri nuk ka kush ta shkarkoj, unë asë emri s'ja di një atjo. Edhe komentatori thoshte trajneri ynë s'ja din të emrin. Po çat them unë tani, o burr, na thuj, ke ndonjë zgjidhje ti pra, ha? Unë them të bëjmë një gjë, do të shpallim kombëtaren zonë turistike. Mos me këto, të lutem, tërhiqu te kjo. Çfarë thuar, ta shpallim zonë turistike se janë turistare, nuk po luajnë me futboll, po vizitojnë fushën, Iko tani jam i revoltuar, Iko, po të kombëtare nuk e zgjedhim dot, 2 ndeshje, 1 gol nuk bëm. Po ç'të bëjmë tani? Me shpresë se ky italiani është i hajrit dhe do shënojmë ndonjë gol. Është 18:38 minuta e hën qershor 2026 vap. Dhe tani do shkojmë tek mos mbo filma. Ky nuk është një film, po ne jemi regjizor. Patjetër, i bën gjithë filmin siç duam ne. Patjetër që po. Edhe tani, të lutem DJ Vinin e jep një bazë që të na ja. U futëm në rel. Fanoli dhe Faik Konica janë në parajs. Me sa dim ne. Po. Ose me sa shpresojmë. Po, kanë hapur televizorin dhe po shohin Shqipërinë. Çfarë flasin ata? Premierë absolute këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Fan. Fan të thirr aty. Faik se kam mendjen këtu se s'po më hape televizori. Hape bro, hape, jepi. Po tani ku ta çojun? Çoje te kanali Shqipëria 2026. Dio. Tani e gjetet lutesh, po lëre Dion tani se s'është momenti i lutjes. Jo vlla, jo, nuk po lutem, po thras o zot se pas ka filma horror dhe po e luj. Jo, Lena, mos e luj. Po çata le, se s'do shohim filmat e tu. Fan, mos mbo filma mu. Jo, ti mos mbo filma mu. A do zihemi shqiptar që tani pri fjalë goje? Mirë, e lash, jepi gaz ti. Pra, se je edhe rob zoti. Ik Faik, se na ke fik, skenaret e tua që 100 vjet më parë i shkruajtë tani, shisi i kanë bërë realitet. Unë kam 84 vjet që kam vdek. Po pasojat i ke lënë në këtë shtet pra. Po ç'ti bëjnë që shqiptarët e quan veten mbret? Faik, ishe mbret në kohën time, personalitetet ishin piktur, zgjuarësia që varej në korniza, sot mbeti një grafik në mur. Po pra si ka mundësi mor burr. Mban shqiptari, mban Mban kjo lkur. Amigo. Po keq lëviz ashtu sikur të kanë hyrë krimbat. Po se çfarë po ngacmon këtu sikur po më qup. Lëre se janë çmimet. Deri këtu pas kanë ardhur në parajs. Po kot sot shqiptari kanë shkuar çmimet, kanë kap qiellin. Bomb 7 as dola. Le mor Bigjozin se na e kanë ndaluar në Shqipëri. Fan, që janë tërë këto ndërtesa të larta kështu mërmjeshtër. Po s'ka më uzina dhe fabrika, s'ka më vend ku të ndërtojnë horizontal, kështu që i fuzin ai vertikale të madhe. Po kush jeton aty? Po kush e merr vesh, gjysmat janë pashitën. Po me gjeton ndërtime e njerëzit në rrugë? Por jo se s'kan ku trin, po se janë protesta. Për çfarë? Po për gjithçka, investimet e huaja, çmimi, puna, me sapo shoh se jam larg. Dëgjohen? Po dëgjohen sa minuta në lajme e pastaj në Instagram edhe në TikTok. Mirë po, lëvizje që i kanë antenën se po kap me miza. Si janë miza, Faik, janë makinat në trafik. Po ajo zhurm? Janë borit. S'të kuptova. Janë sharje pa fjalë. E kapa. Qa kapa? Si qa kapa, burr?
Ç'a ka bër? Avionin kapa. Si në TikTok, fan, që ka avion. Po si avionin, se i kapa, se ishin të rinj që donin tiknin. Edhe unë i ndalova. Po edhe ne ikëm dikur, burr. Ikëm po jo me avion. E drejt, ne ikëm me traget. Durrësi, deti, trageti. Më Europë sa të kemi kërku. Edhe vazhdojmë akoma. Akoma? Shqipëria në 2030 në BE, ore. Shqiptarët e mirë, presin që Evropa të vi sot a nesër e t'i shpëtoj. Hajde flem nga krau tjetër tani. Se e shpëtum në Europë. Po është herë t'i bit flem për herë me pullat. Po s'ka gjë, më mirë në gjumë se sa... Po pa lodra. Pa tjetër, okej. Nëse na dëgjojnë, i përshëndes, se kemi filluar flasim edhe me ata të lartit dhe ata të poshtit, është emisioni çuditshëm. Ata të lartit i bi keq, si me ata të lartit, po ata që janë nëltër. Ata që janë nëltër dhe që janë poshtë. Kështu që ju vazhdoni që ndroni këtu, kemi pak reklama dhe rikthehemi sërish për pjesën tjetër. Vazhdoni që ndroni këtu me ne. Rikthyer top dhe jo fare. Ora që 18:49 minuta e tani, përpara se të vijë Ervin Nikolla për lajme. Patjetër. Lajme tamam, për vërteti. Fiks ato serioze. Vini këto lajme që ne i transformojmë. Po. Gati vini. Gati çuna. Gati. Llogaritë e fjetura, miliarda euro të harruara në Gjermani, qeveria e ka të vështirë të identifikojë pas vdekjes së pronarëve. Po ç'a shqetësoheni kot, më frisni trurin të kujt janë, po silli më këtu ja u zgjidh. Deutsch. Po. Tu dhe ne. Danke schön. Për lek ti Juli. Harron edhe nonën. Turpi i shekullit, turpi i dheut. Berisha, Rama të largohet me njerë dhe të dëgjoj zërin e qytetarve. Berish, qytetarët po thonë që duhet largohesh e në ti. Apo, nuk të kam fillu, nuk po të mbajnë më veshët mirë. Muaj mjalti në Palermo për Dua Lipën dhe Callum Turner. Muaj buke djathtë për ne. Mjalti da. Lëkundjet forta në Athinë, 2 tërmete njëra pas tjetrës, ding, erdhi pizza. Si ka qenë, ka të zemë që i ndriti velet si bu ding. Ja sa ishte magnituda s'na duhet, po ja u dridhen e greku, thanë shqiptare, se ne na pëlqen kur dridhen ata. Po. I lindur në Serbi me prindër nga Shari. Jo, me prindër nga Shari. Historia e lojtare që nuk pranoi kurrë ngjyrat kuqezit e na ndëshkoi të shtunën kundër Luksemburgut. Ky ishte si ai kushërieri që nuk vjen dazë, po vjen të fik dritat. Po, dritat si xumi që i fiku. Këtu do fik dritat. Misteri i frikshëm në New York, njerëzit hyjnë dhe dalin në pusetat e qytetit, ore ku shkojnë? Po, me shumë mundësi tani është ajo rruga më e shkurtër për të shpëtuar qeras New York. Këtu merr kuptim fjala, po dal pak poshtë. Dhe fillojnë dhe këtu te ne tani me këtë ngritjen e çmimeve. Për të shpëtuar çmime, po këtu ka një problem serioz këtu po ta bëjmë ne. Po. Se ne mirë që hyjmë ne vjetëm dhe kapakët. Po mirë burr që të hyj drita të zgjohemi në mëngjes, se nuk ka alarmi fort. Djali Angelina Jolie dhe Brad Pitt heq dorë nga mbiemri i atit. Kambola Nedja ktheu Bradë se zgjati fare. Ky i shkreti gjithë fjet po i dalin kështu, po i ndrojnë mbiemrit, zot. Hallet famshmish. Paralajmërimi i frikshëm i Babavangës. Çfarë është drita e re që do të shfaqet në qiell gjatë botrorit 2026? 2 ndeshje të sigura, kapim na i lek tha baba se na ka i truri fare. Më vetëm Interi po s'ja i. Baba. Kështu tha baba. E di baba atë punë. Po kur e di ai e di por ne pas atij. Parashikime, kjo është baba për këtë punë. Investo ku investon i madhi. Kush është i madhi? Po atë e di ti. Kush është i madhi sipas teje për shembull? Po di kush është i madhi. Po pra kush është? A se di? A pra thuaje. Po se di kush është i madhi. O thuaje o hesht për gjithmonë, Tulio. Okej, që baba durt. Okej, mirë, në rregull. Se kush është i madhi do ta marrë vesh në pjesën e dytë me shpresë të na e thot Nard ndoka që do të vi këtu në studio. I madhi është ai që sa i vogli. Patjetër, sipas Nardit po. Okej, kemi ardhur në pjesën e fundit të pjesës së parë. Sigurisht tani kemi lajmet nga këto janë serioze, lajmet janë serioze nga Vini. Vini. Okej, Ervin Nikolla vetëm pas pak. Rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt dhe kur ne themi jemi rikthyer i bie që jemi në emision. Na ndoga. Por jo, prit.
Se para se të flasim kemi disa elozhe. Një njeri që ka arritur diçka që shumë politikan ndonjëherë vetëm e ëndërrojnë. Pra Për të qenë sa të duan ditë natë është me dhon me thasësh me thonë. Pra të jetë njëkohësisht edhe në lajme edhe në meme. E kanë quajtur filozof, e kanë kthyer në batuta, por ai vazhdon të jetë gjithmonë vetvetja, duke e marrë me pozitivitet dhe vetëm duke qeshur. Po. Nart ndoga kur pranon ftesën për të ardhur në emision, ti vjen në emision. Nardi, falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen i thënë që se dielli është akoma lart, pranove që të vjen në emision. E para punës, dita jote sot, si ishte? Tap topi apo top fare? Top fare. Top fare ka qenë dita, okej, bukur shumë. A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot, pra dalim borxhit që në fillim? Çdo lloj pyetje jam i hapur, s'kam problem fare pyetjet. Kemi një pyetje që kemi menduar, ku diu, që kur menduam të thërrisim në emision, është a ka jetë pas vdekjes? Nëse ka, si është? Është pyetje interesante. Normalisht unë besoj në Zot. Po diskutojmë që më pëlqen edhe shumë që ka jetës edhe pas vdekjes, paktën në aspektin shpirtëror. Pra shpirti do të ketë një formë, një mënyrë që të ketë vazhdimsi. Kjo është e pa diskutueshme edhe në logjikën, pra për te pjesë besimit. Por edhe për njeriu është mirë, më i bën mirë sigurisht. E ma me shpresë. Po e man me shpresë edhe sillet më mirë në këtë jetën këtu që do të ketë edhe një jetë tjetër që do të gjykohesh etj. Po sikur ti të sillesh mirë gjatë gjithë jetës, mendosh për këtë gjë tjetër e pastaj kur vdesësh të rish ke varri. Të zhutë. Për çfarë bëra mirë? Edhe kjo ndodh, po të paktën se kupton. E mbyll atë. Po si e percepton ti jetën pas vdekjes? Kemi nisë me kjo do të më thirr domgjergjin që ta shpjegojnë domon. Jo, ajo pjesa që unë e realisht e besoj është që shpirti i njeriu ka një formë vazhdimësie. Po. Kjo është ajo që realisht unë besoj, nuk është puna se kam dëshirë thjesht e pëlqej një gjë të tillë, por edhe në aspektin e vazhdimësisë jeta ka, do ta ketë atë enigmen e vet. Po, atje nuk do ketë parlament, është e sigurt. Edhe mund të ketë. Aty nuk e di, do të ketë gjithçka, po besoj një formë me fani dhe si. Me fani. Nëse do të zhdukeshin të gjitha memet për ty nga interneti, a do të ndiheshe më i qetë si politikan apo do duke vetja sikur të ka humbur fama? Jo, s'kan lidhje fare, as mundojnë, as më shqetësojnë. Okej, ato janë pjesë aty. Paralelisht, të dyja bashkë me vete. Vazhdojmë. Okej. Tash nuk ka edhe sens pa ta. Bukur. Tamam. Onar, si është parlamentin sot? A ka meme mjaftueshëm? Dhe nëse ka ndonjë që të ka ngel në mendje? Tham drejtën, parlamenti aktual është më i dobti që ka pas Shqipëria plurale. Pra që mas 91-shit nuk ka një parlament të tillë në dy kratë. Po dobët ata janë gjithë mbi pesh, ku e pe dobtit? Jo, nuk e kam nga aspektin e kileve, por në aspektin e performancë, qëndrimeve që imitojnë kryetarët e tyre, që s'kan mendim fare, që Rama një farë mënyrë e ka bërë mënyrë qëllimshme duke ulë standardin e përfasimit, pra duke kaluar edhe poshtë mesatares. Dhe kjo në një farë mënyrë ja ka heqat vlerë që parlamenti kishte dikur, që kishte debat, që kishte emra profesorë, që kishte profesionistë të zot. Sot nuk i ka ato dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Po, Onar, kur ke qenë ti në parlament, të kapte syri ndonjërin që vetëm rrinte aty dhe merrte rrogën për shkak. Unë njëri që e shifja dhe ngritë ndonjëherë dorën, nuk bën asgjë. Ka edhe prej atyre nuk diskutohet. Në parlament ka pas edhe që kanë ardhur nga krimi, nga buta krimit. Pra, po i kemi qef ne, këta që nga krimi? Pikërisht pra, dhe kjo është ai problemi që i hoqat shkëlqimin që kishte parlamenti më parë. Nësa këto që vinë aty rrinë kot, nuk është se prishin shumë puna, kjo përsëri se në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë asnjë
për aty nuk futet rastisht. Pra e ka një merit të diku, edhe që rrin kot, kanë një lloj mbështetjet, kanë një lloj supportit, kanë financuar partinë, i bëjnë lëpirë kryetarit, pra e kanë një lloj si i blejnë lëpirë se kryetarit? Një lloj, jo, i bëjnë lëpirje. E mendoj kryetarin si lëpirëse? Si akullore. Nga që është dhe vap tani, po. Ja, i bëjnë lëpirje në aspektin e civilizmit, që duke bërë fuqa e kësaj natyre që më të lëpirë. Me lëpirë se në ambël. Kur i shef që bëhen meme politikanët sot, a ndihesh xheloz da thua, kur i bëja unë këto? Memet janë interesante, përse është një sarkazëm e holl. Gjithë mendojnë mendin, po memet janë pak personazhe që i bëjnë për jetë realitetit. Pra ato që merren për te personazhe që ato janë një pjesë që ka qenë fantazia atyre personave që i kanë bërë memet, që jo si i kanë bërë unë, po një pjesë e tyre më kanë pëlqyer. Edhe kisha dëshirë se ta kisha autorsinë. Kur përmendëm me direkte është autori dhe filma. Unar, nuk e di nëse dikush do na jepte një përgjigje më të saktë se kjo. Po sa lek merr vërtet një deputet në Shqipëri? Nuk po flas për rrogën, se ajo rroga është 3 milion lek të vjetra, mos gabofsha. Po kanë edhe këto benefitet e tjera, jo nafta, jo telefoni, sa të shkon në burr. Ti kur ishe deputet, sa lek fusje në xhep? Për fatin e keq unë nuk arrita këtë rritjen. Por për të jemi të qartë, përse flas më lirshëm kur sjama, përse kur e ke privilegj duket sikur deputeti është në aspektin normal, mos e shohim se është banalizuar pjesa e profesionit të deputetit. Është një profesion përfaqësues, pra e them me bindje se 70% 70% e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, edhe të majorancës, të opozicës, kjo nuk diskutohet, në një farë mënyrë të jetojnë vetëm me rrogën e tyre. Edhe kjo është deklaratë e fortë për vërtet. Pra, janë vetëm 30% ato xhungler që shkojnë mas tendrave, mas interesave, mas ndërtimeve, kanë biznesin e tyre që e shumëfishojnë kur janë në politikë, nëse 70% e tyre i përkushtohen asaj pune edhe e shpenzojnë, po ju deklaroj se gjysmë në rrogës shpenzohet vetëm nga kontaktet që ti ke me njerëzit që të mbështesin. I bie që ti 1.500.000 lekë lë kafe. Pa diskutim që po, që janë persona që të marrën telefona e thot, po vinë Tiranë, kam babën në smur, nuk kam lek për ilaçe, do të takoj doktorin. Se të ka ndodhe ty kështu, ti ke dhe ka qenë ministër, pa fund. Pra këto janë raste pa fund që çdo qytetar që vjen drejtim të Tiranës, se këtu po fatin e keq nuk zgjidhet edhe halli në mënyrë normale, pas pat një lloj ndërhyrje, se kështu është kthy shteti jon me çoka. Pra ti i detyruar që ti përgjigjesh çdo njeriu, çdo problematike që ka ai, raste shumica në raste e fatkeqësisë, nuk janë vetëm ato të spitalit, ka edhe natyra prej më të ndryshmeve që deputeti do të merret me ta, do t'i presin, do t'i japin kafe, do t'i japin edhe drek, do t'i mekanisin, dikush nuk ka as lekë që të kthehet në shtëpi. Mos ja fut kotën. Po pa diskutim. E gjitha kjo për një votë në Ardi? Nuk është vota, është ajo lidhje që të marrën, është lidhje politike, është lidhje shpirtërore, është lidhje njerëzore që aty ti shkon, takojnë, të respektojnë, t'japin edhe votën, ke një lloj supportit, por në këtë raste edhe ato që nuk kanë votuar, pra unë nuk i kam shikuar asnjëherë, të paktën në karrierën time politike, si kam ta njerëzit nëpërmjet bindjeve, apo nuk kam pyet për shembull se ky personi që mori në telefon më ka votuar apo s'ka votuar asnjëherë. Por për fatin e mirë edhe rrallë shumë i kam kërkuar kështu votat në mënyrë individuale. Ja se do dalim këtu, po kemi pak reklama. Rikthehemi sërish me Nard Ndokën, se kur ka reklama, s'ka emision. Që e këndoi edhe Monika Kryemadhi dhe pastaj doli që ishin edhe kushërira. Po Monika u fut si opinioniste në Big Nardi. Ti ke ndonjë plan për të futur në Big Brother? Kam pas kërkesa, kam pas. Burrash. Po. Ke pas nuk e parashikojmë, jo. Po çu bëre? Ku ishe më parë? Ka shumë njerëz që e parashikojnë, nuk e shohim, nuk hyjmë, nuk bëjmë. Bigo është një format
i kanshëm, pa diskutim që transmeton në fundit nivele, më kjo është Shqipëria, kjo është realiteti. Do e kishe ves për shembull që të bëje seansa plenare për shembull, ti mblidhje gjithë aty. Jo, ai ka problem se ja u futa, duhet bëj fushat 10 herë, merren prapë votues. E ke fushatën javë për javë aty është sulm. Kur ta nëshojnë një stilin, nuk e di. Asnjëherë nuk e di. Po, Nardi, tani te votat. Ti e ke si thua, e ke matur veten. E ke gjyer. Se sa të vlen lëkura. Tani, si mund t'ja mbushësh mendjen një shqiptari të votoj? I premton ujë 24 orë? Nuk është lehtë. Këto nuk pinë ujë fare. As kjo pjesa ujë nuk pinë ujë. Nuk pinë ujë. Me ujë pa ujë s'kemi ujë. Për faktin që janë 35 vite që i kanë dëgjuar kështu rëndom dhe ja kanë pirë ujin ujit. Po, edhe këto janë premtime që i marrin to litrat e mëdha. Këto shkojnë se këto se kanë edhe për turp mja futkot me i mashtru. Janë marrëdhënie njerëzore. Pra çdo deputet që futet mos mendojmë që jo është programi, jo është partia tjerë. Pra janë marrëdhënie që njëri krijon me konkretisht për shembull, vete se morëm çpar Rensin. Vetë që është një fshat në zonën e Vaudes. Si ja mbush mendjen Franit për shembull nga Rensi që do të votoj ty. Konkretisht. Edhe në Rens edhe nuk mund të rresh. Do të gjosh drejtën. As mirë ditë do mund të shkosh në aftë për shembull. Ka me live. Kështu që si ja mbush mendjen? Ja, problemi është që gjithmonë ke një lloj bazamentit kur shkon, për fatin e keq nuk është se un kam kandidu me partitë e mëdha. Ka qenë 97-a që kam qenë deputet i Partisë Demokratike, pra ke një strukturë, ke pas kallash në 97-ën aty? Pa diskutim që kallashi ishte e kishe me leje pa armë apo me armë me leje? Kallashi ishte në vend stilografit ato. Objekti përditshëm me vete. Ishin kohë të bukura? Ishin periudha jo të bukura, po periudha që me pas frikë me del edhe ditën jo më natën. Po natën nuk shohin aty. Po prandaj do një klub shot. Natën shohin më mirë. Natën, okay. Nardi, a të bie më telefoni siç ka rënë dikur kur ishe deputet? Jo, me atë intensitet. Për faktin që nuk jenë politikë aktive, kuptohet që edhe njerëzit e kuptojnë, po. Por janë ato lidhet që vazhdojnë. Një pjesë akoma mendojnë që un jam ministër shëndetësisë akoma. Marrin telefon për hallet që kanë, por në përgjithësi ajo. Pra, ti kur largohesh, nuk është se e ke atë ritmin e madh, por nuk të harrojnë. Po diskutojmë pastaj që ke edhe shok, edhe njerëz që i njeh personalisht, ke lidhje me to, edhe mesore, edhe shpirtërore, edhe politike, janë ato që unë i kam drejtuesit e mi, atjo që janë dhënë kontribute në vite. Ka ngel në një drejtor që ke vënë ti që atëherë, që s'ka lëviz? Ku kam ngel drejtor, kam ngel në një njeri thën kam. Po, sa kishë rinur, 16 vjetër ama. Me që dolim ky ka hëngrë edhe njerëzit e tij, jo mit. Me që dolim aty në. Je kryeminist për 24 orët e ardhshme. Gjëja e parë dhe gjëja e fundit që do bësh. Gjëja e parë do hap derën, gjëja e fundit do mbyll derën. Gjëja e parë do zgjedhë Ramën nga zyra, si. E nxorë. Kjo është e para. Po e dyta? E dyta do të më pastroj zyrën që kam. Do hiqi ato. Edhe pastaj të zëjmë qesin dikujt tjetër. Okej. Vetëm për kaq. Bukur. Je kryeministër i memeve dhe i humorit. Kë do të përjashtoje të parin nga kabineti se s'ka humor fare? Në përgjithësi Mulin? Flamur Noga? Kush është Muli? Flamur Noga. Muli Noga. Po, Muli s'ka humor, kjo është e vërtetë. Ka rrugë shkapë të shpënjë të qeshëm.
edhe nuk I shkon edhe kur përpiqet ndonjëherë. Polic o burr. Është me tipe, pse polica është muli? Ka pas qenë. Ka qenë ministër, jo, është doktor muli me. A mor burr. U mor polici. Po ja ma vetë sikur ishte ministër shëndetësie, prandaj. Jo, unë më mend kështu si ministri I menshëm, kështu në atë aspekt është ministri I menshëm si policët. Ke drejtë. Humori është dhuntim, nuk është humori nuk mund ta bëjnë çdo njeri. E ke parë për shembull edhe Rama si përpiqet me bë shakatorin. Po. Pas s'nuk. A nuk I ngjit thotë. Nuk është me ADN, nuk është tipi, është karakteri, ai mund bëjnë në rebelin, ai mund bën arrogantin me isha, ulit ti ngrej ti, po humori është fin, a? Po është ADN, është në ADN, more vesh ti Juli, edhe ti është histori. Ona je kryeministri I memeve dhe I humorit. Që mund ta bëjnë gësh ky Rama nga Çiproja, nga Brego. Po, humor. Nuk ka prodhuar ndonjëherë humor ande, ha? S'ka prodhuar. S'kemi humor në Jugë, por ja, fare. S'kemi. Pra je kryeministër I humorit dhe I memeve. Kë do bëje si zëvendës kryeministër, pra më të mirin pas teje? Për meme dhe për humor. Këta që kemi në parlament sot, ha? E këta që kemi në parlament? Pa. Ta si një fara gjysmën e dy. Po mirë nga tut. Si ka kjo Firi që di nga Firi. Nga Firi kemi nxjerr 14. Kujdes me këtë se kemi shumë. Është lista e gjatë. Mos I përmeni me emra se po hym sharr aty. Ai është largu nga parlamenti, le mos ta fuzi prapa aty. Okej. Nardi, kemi disa fjali që ti të duhet I plotësosh. Jo me kallash, po do t'i plotësosh fjalin. Për shembull, gur bëhen dy gur. Okej. Se more dimte se bëra punash më. Ajri I mëngjesit është I ftohtë sepse rrin jashtë. Nard, po vdiqe? Po vdiqe shkon për lesh. Okej. Më mirë gjallë? Më mirë gjallë se I fort. I fort gjithmonë. Nardi, I fort vazhdon? Shumë I fort. Okej, brava, kush e di çfarë bëjnë këta nga veriu, por as I fundit as I pari, domethënë je? Si është kjo? As I fundit as I pari, domethënë je në mes. Si Dalmacia nga uji. Macia si kinezi. E lagur. Nardi, pse rri shtylla në këmbë? Se e ka bythën tokë. Apo rranjet. Ç'a bën kinezi kur bie shi? Kur bën shi kinezi, laget gjithë laget edhe kinezi. Koka lum apo? Ja, Juli, çaj ke këtu. Ja, Juli, E lagur pra. çaj ke koka lum, çaj E lagur. Okej, në rregull. Okej. Nuk është mirë kur? Nuk është mirë kur është keq. Edhe natën po të shkosh në diell? Është nxehtë. Nard, ai që të rre? Ai që të rre nuk të don. Në meve çakullon që është më I fortë se ti. Njeriu që vetëm për veten punon, nuk bën gabim. E diela është? E diela është pas shtunës. Edhe pushim nga Zoti. E dita e fundit që ka bërë pushim. kush qesh I fundit? Kush qesh I fundit e han. Kush qesh I fundit? Ti Juli qesh I fundit? Jo, unë qesha. Unë s'jam të qesh, unë jam të buz qesh. Përjashtohet. Përjashtohet pranishmit. Ka me brezhelësh nxjerrë përjashtë. Vino si jemi me kohën, jemi fiks? Bukur shumë, momenti I reklamave, ne bim pakuj dhe rikthehemi sërish sepse na kemi një diçka tjetër që ta kemi mbajtur surprizë për fund fare. Që të vesh bukur edhe mirë në shtëpi. Okej? Ikim, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Nard ndokën. Nardi, si ke qenë me lojra ti?
Me loret e kuj fatit. Se di, lun Kontate ka qenë të ligjshme. të hapura. Jo, të janë, po janë të hapura apo poshtë tavolinës. Po që mos ta marrë vesh se ndikohesh për shkak. Hapura me sy mbyll. Ke luajtur ndonjëherë për shkakun çka ka qenë skedina më e madhe që ke kap? Të them drejtën, kam luajt vetëm një herë. Mos më thoj ke luajt për Inter. Edhe fare rastisht. Shumë një tavolinë me shok. E ke parasysh ai fati fillestarit. Po, don ti që fitova. Edhe nuk e di se sa kisha fituar. Po çfarë luajte gara me qen? Po, jo më ishte një neshje kështu. As nuk kujtohet fare se me kështu, këtë shokët e mi vinin kështu llota. Than, vënë një kështu neshje, është e sigurt që ka del. Edhe më thanë mua vë njësh. Okej. Aty, po s'isha marrë ndonjëherë. Çfarë është kjo njësh? Unë ndije njësh dysh edhe X. Po. Futa njëshën aty. Kur më sjellin të mua se kisha fituar, se morën tan biletën, më sjellin një 5 fish më ata si kisha vonë. Pas ishte një gjë e madhe, po. Ai thonë, "Ora, mos keni gabuar me këtë." Sonë ne se edhe një herë dy. Filloi të lexetoi Nardi apo Ishte interesante, ajo është vetë më i kes që mund të ketë një njeri. Realisht, pra. Pra ti thjesht e provove një herë e le. Megjithëse fitova kur bukur shumë. Je nga të vetmit. Po tani ne kemi bërë një lojë radiofonike. Sigurisht nuk do luajmë loto këtu, nuk do nxjerrim ndeshje të sigurta, por s'ka fitues. S'ka fitues. Gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë. As 2 as 3, se po the 2 ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. E kuptove? Edhe kur fjalë shkurt. Mjafton të jetë një fjalë. Loja fillon tani. Je gati? Gati, gjithmonë gati. Gati, gjithmonë gati është fjali. Kthehemi edhe një herë. Je gati? Po. Gjëja e fundit që hëngre. Sallat. Ma bukur shumë. Hera e fundit që bëre sherr. Se më mend. Se mban mend është fjali Nardi. Po si thotë kjo? Që e pra me një fjalë. Kur janë më shumë se 1, janë 2. Thuj ka shumë kohë, ja e rinisim prap. Gjëja e fundit që hëngre. Sallat. Hera e fundit që bëre sherr. Kur është kjo? Kishte 2. Kishte 2. Bravo. Ej Nardi gafshon gishtat e këmbës. Jo. Okej. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të. Po. Nardi ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët e tua. Po. A të pëlqejnë komshitë tu? Po. Nardi ke ndërmend të desh të bëhesh tap lon sot. Jo. Okej. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Jo. Kosi hajt apo pijet Nardi? Nardi haga i ka ujë e pika, bravo. I bukur apo i zgjuar? I zgjuar. A je i lumtur Nard Ndoka? Jam. Para dashuria apo pound? Është më lart pound. Ja vlen më shumë. Na mbyti. Para dashuria apo pound? Pound, okej. Puthja e para apo puthja e fundit për Nard Ndokën? E fundit. Okej. Ku ishte puthja e fundit? Me armë pale. Nuk tregohet, okej. Ej Nardi, të pëlqen? Dani më na fut sherr. Jo, sherr sfutim ne po. Mjafton të kesh puthur atë që duhet puthësh. Pëlqen ushqimi i kinezëve se po do ta hajë një zhapik që kandidon për deputet i pavarur. Jo. Okej. Më mirë të thotë zemër, shpirt apo? Vaudesim. Zemër. Okej. Ej Nardi, a shan kur sheh lajmet? Shumë, okej. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Po. I bie ndonjëherë qylit Nard Ndoka? Jo. Hera e fundit që e skuqur nga turpi? Para. Para, vetëm për para. Me ecim para. Vetëm. Bravo, Nardi e tregove edhe ti për këtë zemra. Kan kapur ndonjëherë? Zemra ti rre. Kjo është pyetje sigleshme. Kan kap. Po kështu thotë. Kan kap ndonjëherë mat me dikë dhe e ke thënë e kam thjesht shoqe ose sekretare?
Edhe kështu edhe ashtu. Okay. Hera e fundit që the më fal. Një fjalë. Dje. Okej. Hera e fundit që gënjeve. Tani na ke shuar. Sot Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? jo. Jo, u mendoj. Ej, Nardi, nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do të ishe dhe pse tigër? Luan. Gratë më nalt. Okej. Nart, më mirë të duash apo të duan? Të duan. Okej. E me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Larg qoft. Thuaj, haj. S'po them. Okej, në rregull, mirë. Ej, Nardi, ke qeshur ndonjëherë në varrim? Ka kap gazin varrim? Po. Okej. Nart, do na thuash tani muhabet çunash, ç'a bën kur s'ke ç'a bën? Hajde. Hajde po edhe deputetët ata që bëjmë ne normalet. Kjo është me fjala apo më tepër? Të mund ta lëshosh edhe me pastirë për shkak. Ç'a bën kur s'ke ç'a bën? Lëshohem me pastirë. O Juli po ti me a e ke Juli. Çfarë bën kur s'ke ç'a bën Juli? Se më duket se s'bëkemi të njëjtën gjë. Okej. E Nardi, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje? Ndet, okej. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Këtu mund të thuash emër dhe mbiemër dhe arsyen sepse është pyetja e fundit. Berlusconin? Silvio Berlusconi. Si më thua ti që as zemra. Ç'a do bëjmë me Berlusconin? Jo, kam taku. Se më ka lënë mbresa realisht. Po. E do ta takoje prap. Po. Kuptohet atje të vile me atë organizimin. Patjetër, si u mbyll arkivoni. Se mos pëndove se po takoj kështu kot. Si me taku Berlusconi. Vjen një mesazh nga dikush që po dëgjon. Pyetën Nardin thot, si ta tradhtoj grundet mos a marri vesh. Ky që kanë nga ato që nuk do të mirën. Se sekretet të dojë zbërë, Igare. Në sekrete profesionale. Të paguan. Nardi, ja dole me qikë që mos me mor vesh, mos e tradhto thuj. Bravo. Filozofi. Nëse s'do ta marrë vesh, mos e tradhto. Nardi, kemi ardhur në fund të kësaj interviste. Të falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë pjesë kohore na dedikoje ne. Dhe je shumë i mirë, ke një lloj pozitiviteti dhe një lloj aure, do thoshte Gen Z. Ke parasysh aura kur je kështu macho, i qeshur, kapadai. Ishte kënaqësi realisht, edhe kam një lloj kënaqësie 2 fish më tepër kur vjen në për emisione fani, se sa kur shkoj ato politike që do vesh tani. pikërisht. Po të paktën je me humor të mirë, do i bësh gallat atyre andaj. Po. Do të vazhdojmë këtë entuziazëm. Dhe kur vjen emision, ne të falenderojmë. Jul Urdha filozof. Edhe unë. Edhe njërë të falenderojmë shumë. Edhe të urojmë sukses edhe ju. Je gjatë. Okej. Shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Vazhdoni të qëndroni këtu me ne në Top Fare. Fundit në transmetim të drejt për drejt edhe për këtë të hën ishim me Nard Ndohën Dhe kur i vjen fundi duhet me mbyll. Patjetër që po. Juli zjarr fare kishe. Pas pak do të vi Lanço, ndërkohë ne do dëgjohemi të hënën ardhshme. Deri atëherë vazhdoni të qëndroni të buzë qeshur, qëndroni në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne ju puthim, ju përqafojmë dhe ju urojmë veç të mira me muzikë shumë të mirë.